në akuzë se dim për shka. Prandaj për mua kjo është e rrimshme. Në fakt, zotë Qerishe, po vazhdojmë ty, me 4 prill përfundojnë dëshmitë ndaj shkrerëve tuçë, çka pritni pas 4 prillit? Po, ka deklaru do të prokuroria se deri me 4 prill do të i përfundoj dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë, pastaj fillon ftesa e dëshmitarëve të mbrojtjes, dhe ajo do të marrë një kohë në bazë të ekspertëve të kësaj fushë. Pastaj shkohet në pushim. Pastaj shkohet në pushim, por në bazë të asaj që e kam kuptuar nga shumë ekspertë të kësaj fushë, ky proces gjyqësor mas lartë do të përfundojë në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. Edhe ne ashtu që kemi qenë, që kemi kundërshtuar fuqishëm në atë kohë raportin e Dikmartit, jemi të bindur se edhe brenda kësaj aktakuzës nuk qëndron asgjë, krejt janë shpifje, janë trillime, është një tendencë e Serbisë që menjullohet përmes kësaj gjykote luftën e drejtë ushtrisë të Kosovës, edhe besojmë fuqishëm në pafajësinë edhe kthimin sa më shpejt të tyre në Kosovë. Po për ty, Shala, çka me ndodh pas 4 prillit? Me ato që ja tha ish komandant, ish luftetari, po edhe unë pres që me zgjatë procesit, paktën deri në fund të këtij viti po, sepse edhe ata dëshmitarët. Pse ndodh kjo zgjatje e procesit? Po, edhe kjo koha e dëshmitarëve të mbrojtjes, thash, është kohë që i duhet me konsumu gjykatës speciale atje. Mu i korrik edhe gush nuk e di sakt datat, ajo shkohet në pushim, zvaritet edhe për një periudhë procesit deri në fund vitit ne kemi vendim final. Po ma shqetësim se kaq, kur ka me përfunduar procesi, për mua është kush ka me qenë epilogu i procesit. A ka me qenë dënim, çfarë kemi pa ndaj Calit edhe Shalës, a ka me qenë lirim nga akta akuza. Unë shumë shpresoj, ose kam dëshirë, se në shpresë nuk kam dorë në zemër, me qenë lirim nga i këtyre burrave nga një akt akuse pa drejtë. Por të e pa deri sot që ka vepruar gjykata, që o bon njesh po e përsëris edhe gjykata e prokuroria, atëherë unë e shpresoj të kam shumë të vogla dhe kam frikë që kjo gjykatë, që ky konstrukt antishqiptar, kam frikë ka marrë qëllimin. Uroj që unë e pas gabim, uroj që frika jeme më kone pa bazume edhe me dalë kundërta. Atë del do të më pa deri në fund vitit. A mendoni se dënuan në fund? Nëse deduksioni logjik. Edhe dënimi është shumë i rëndë, se thonë që e dënojnë në emër të popullit. Po pra kjo ma keqe, se që të thash unë, ata i duhet me rrit edhe imazhin këtu. Po kam frikë që deduksioni logjik që ka ndodhur deri sot, për të përgjithshëm me gjatë veçanton, mendoj që këta burra për fat keq e kanë dënimin gati. Zoti Qerishe për ty? Duke e ditur do thotë, edhe sepse edhe vetë kam qenë pjesë e luftës, e di do thotë kohën se si kemi vepruar atë kohë, jam e bindur edhe shumë e sigurt se këto gjithë krerët e ushtrisë të Kosovës do t'i kthejnë Kosovës si fitim tonë. Besoj fuqishëm sepse nëse dënohen, nuk mund të nënë juridike me azmela vinë që tut na kanë apo pa drejt. Nuk besoj mbi bazën e shpifjeve me do thotë me u dënuar sepse ne po çfarë u dënuar Cali. Po e kemi pa. Çfarë u dënuar Calit, po do thotë kanë shkuar në dënimin maksimal që nuk kanë Zoti Qerishe është një sa mos harrojmë se unë po them kam qenë me pas i drejt, unë më qenë gabim sa këtë vota. Veç a di çka ka ndodhur. Në atë kohë për shembull, kur ka ngrit akt akuza, është rasti i parë në histori ku specifikohet subjekti. 46-ën, kur hap gjykata në Nuremberg, nuk o hap me gjykuar krimet e nazistave, po hap për me gjykuar krimet e luftës së dytë botërore. Jo vetëm nazistave, edhe jashtë asaj rreze naziste ka pas kriminal tjerë. Gjykata speciale është krimet që i ka bëu QK-ja, jo krimet që i bën luftën e fundit në Kosovë. Pra qëllimi është i qartë, targeti është i qartë, UÇK-n. Qysh në Kosovë UÇK-ja? Neni 35, akt akuzës është ndërmarrje e përbashkët kriminale, ku nis prej komandantëve më të lartë të UÇK-s derivon deri te ushtari më i thjeshtë. Pra që ky qëllimi special. Mas atij akvendimi, ty ka me të bërë relative, ndërkombëtarisht kush ka qenë viktima, kush ka qenë agresori këtu. Tribunali i Hagës nuk ka arrit me vërtetuar do thotë që ka pas një organizim të mirëfillt të ushtrisë të Kosovës, sepse pikërisht për këto vepra po akuzohen krerët e ushtrisë. Edhe kim parasysh se ka qenë shumë më profesionale tribunali i Hagës. Ata nuk kanë arrit me vërtetu. Qysh dojnë me arrit ta me mbi bazën e shpifjeve. E kemi rastin e fundit. Kish me qenë gjykatë e drejtë edhe profesioniste, unë isha koni qetë si ti. E kemi rastin e fundit. Që është pa drejtë, që s'kam dilema që është pa drejtë. Arrestuarit që u ngrit akt akuzë do të dy bashkëpunëtorët e bija serbe apo
do thotë kjo është akuza fundit ku ata mundohen do thotë me çdo qëllim, me çdo tendencë me mbledh prova, argumente edhe me një lloj edhe me lidh do thotë një spital të ushtrisë shëndetare të Kosovës me borrelin atje me trafikin banane. Kjo është jetë qartë se ta bazohen në bazë të këtyre provave sepse nuk ka argumente të faktuara. Pra janë trillime dhe tendenca të tyre me çdo kusht duke i parapragatit shumë dëshmitar, të cilët janë mshef, ata nuk janë mshef se frigohen nga qytetarët, por janë mshef se janë bashkëpunëtorë të Serbisë edhe kanë frikë me u pa në opinion. Pra i frigohen opinionit, sepse kanë parasysh se janë bashkëpunëtorë të tyre edhe me njëherë do të nëgjiste reagime në Kosovë. Isha një komot, kishme qenë gjykatë normale. Kjo speciale vetëm për nga absurdi edhe për nga padrejtësia. As unë nuk jam ka i besoj as pak, sepse ne është i qartë. Është një qëllim dhe unë e thash prej fillimit, prej momentit. Kjo prokurori, me këtë padrejtësi që ka bërë djemve tonë atje, asnjëherë nuk e ka shqetësuar shtetin e Kosovës. Ndërkohë na kemi një qeveri që nuk lën ditë pa i stigmatizuar gjykatat vendore këtu. Prokurorinë vendore, për asnjë fjalë se thot për gjykatën speciale. Se këtu lind aty shumë pyetja. Në generacion i specialos, mos vallë po i leverdisa qeverie, sigurisht po. Këta kanë dalë publikisht. Ministri Gërvalla ka thonë që deponoj pa di atje. Zoti Kurti ka thonë shko ashim. E këtë me rast kemi pa eksponent për shkëtë që i gëzohen dënimit eventual. Pra, verdikti eventual, urejmës me qeni, i specialet, dënim për këta, është dëshira e qeverisë Prishtinë. E që kjo unë shëtëson, kish pas pak lobim qeveritar, qofta në tavolin, në base kishin ndiku me bëma vetë procesin. Ne kush gjosimi të bëma. Nuk është mirë kjo komodim se mund në kushtuar në fund. E konfliktin e kushton, nëse kur gjo Kosova një të ratë, të rëndë pafajshëm. Unë e di që të pafajshëm. Unë e di që të pafajshëm. Po nuk e din gjykata speciale, ose e din, po s'do në pranuar. Se unë s'kom dilema që të pafajshëm të burra. Amo gjykata speciale është absurd i llojit vetë, është e padrejtë. Prej fillimit të kanë e padrejtë. Ndërkohë shqiptarët tu akomodohen. Është gabim akomodimit, duhet lobim deri në momentin e fundit. Lufta më e madhe është më këtu. Me përdor çdo mjet, çdo fuqi ndërkombëtare që e kemi në anën tonë Trumpin. Nuk është pak kjo Amerika, vende më fort në botë. Na s'e shfrytëzojmë. Na jemi të marrë këtu me prokurorinë tonë. Ta akuzojmë prokurorinë tonë këtu, ndërkohë atje po ndodh një padrejtësi pa pamën ai. Që dënohet Cali. Kërkues ka një prova që Cali fajtor për vrasjen e të viktimave. Ka ndodhur dhe me në zinxhirin e tij komandues, ky se ka ditë, prapë, prova që se ka ditë, por kjo dash me ditë. Për mua nuk e di, kjo me juridik s'marrësh,